Me këtë protest, me këtë kryengritje, me këto sakrifica, ju provoni shqiptarve se qëndroni të pamposhtur, para një të keqje që po e gryen këtë kombë sa asnjë pushtim tjetër në tërë ekzistencën e tij. Prania juaj dje në bulevardin e Tiranës ishte projektor i madh i shpresës për të gjithë shqiptarët që ende nuk guxojnë të dalin nga emocionet e frikës, të gjithë shqiptarët, të cilët duan që Shqipëria të integrohet me dinjitet në Bashkimin Evropian. Pra, ju keni qenë dje në bulevardin e madh të Tiranës, ambasadorët më të shkëlqyer, përfaqësuesit më dinjitoz, elita e vërtet e kombit, e ndërgjegjes së tij, para çdo shqiptari dhe para partnerëve miqve të Shqipërisë në mbar botën. Rruga dhe shpresa e vetme është protesta jonë. Se nëse ne heshtim, ne veç se cimentojmë edhe për 2 dekada pushtetin e Edi Ramës. Heshtja jonë do ishte bashkëpunim me Edi Ramën. Heshtja jonë do ishte shuarja jonë. Edi Rama nuk do të donte asgjë më shumë dhe ishte i gatshëm për çdo shpërblim ndaj PD-s, në qoftë se ajo do heshte ndaj saj, ndaj tij. Ndaj dhe strukturat e Partisë Demokratike, demokratët, është e vërtet duhet të organizohemi më mirë. Duhet të organizohemi, duhet ta kemi të qartë se po luftojmë me një diktaturë. Dhe lufta me një diktaturë është lufta më e vështirë, por është gjithashtu edhe misioni më i rëndësishëm që mund të përmbush njeri, ndaj vendit, ndaj vetes tij, familjes tij, dinjitetit tij dhe vendit tij. Ndaj dhe të vazhdojmë këtë betejë të sigurt se Edi Rama është i plagosur për vdekje dhe ai mund të qëndrojë në pushtet vetëm në qoftë se lejojmë ne. Dhe kjo do ishte përgjegjësi e pafalshme e opozicës dhe shqiptarëve para vetes tyre, para të ardhmës së fëmijëve të tyre. Ne nuk do ta lejojmë atë. Faleminderit, dhe në protestën tjetër shumë shpejt do u komunikojmë ditën të bashkohemi përsëri në si të pamposhtur kundër këtij regjimi